Kriza e dëmtimeve në mbrojtje vazhdon të Juventusi, i cili ka udhëtuar drejt Norvegjisë pa 5 futbollistë për ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër Bodo Glimt, që luhet të martën me 25 nëntor. Luciano Spalletti ka publikuar listën e lojtarëve të ftuar, ku bie në sy mungesat e 3 mbrojtësve kryesor. Federico Gatti nuk është rikuperuar nga gripi, Daniele Rugani vazhdon të jetë jashtë për shkak të një dëmtimi muskulor, ndërsa Gleison Bremer është ende në fazën e rekuperimit pas operacionit në menisk. Përveç tyre mungojnë gjithashtu Carlo Pinzolio dhe Arkadiusz Milik, i cili nuk është pjesë e listës së UEFA-s pasi është jashtë fushave prej më shumë se një viti e gjysmë. Edon Zhegrova është pjesë e ekipit pavarësisht kritikave që trajneri ja adresoi gjatë ndeshjes me Fiorentinën pas përplasjes verbale që lojtari pati me tifozët vjollës, duke qenë se kosovari mbetet ende një element i rëndësishëm në planet e klubit. Bardëzin do dhëtojnë drejt Norvegjisë në kërkim të fitores së parë në Champions këtë sezon, ndërsa Spalletti pritet të dalë në konferencë përshtyp për të dhënë përditësimet e fundit mbi gjendjen e skuadrës.